angazhimi uniform të plot në gjithë territorin të bashkive përsa i përket procesit të legalizimeve. Është e domosdoshme që bashkit të angazhohen në këtë proces dhe në ndërkohë kemi lënë një detyrë për institucionin e kadastrës që në bashkëpunim me çdo bashki, por këtu duhet angazhimi juaj, të ndërtojnë planet prioritare të legalizimit. Në mënyrë që të kalendarizojmë procesin, ta bëjmë atë më të drejtë, më transparent, më të parashikueshëm për aplikuesit, duke vendosur një sistem. Një sistem ku të përcaktohet se ata që kanë aplikuar më parë janë ata që kanë radhën për të marrë përgjigje përpara atyre që kanë aplikuar më pas, për shembull. Po ashtu të përcaktohen zonat prioritare, sepse ju i dini zonat prioritare dhe sipas përcaktimit të zonave prioritare të informohet dhe komuniteti që do filloj në këtë fazë është kjo zonë, në këtë fazë është ajo zonë, në këtë fazë është ajo zonë. Pra të kemi një punë të përbashkët dhe të koordinuar më të mirë dhe këtu duhet me patjetër që bashkit të hapin një zyrë të ndihmës juridike për kadastrën. Ka shumë ankesa për kadastrën, por nga gjithë analiza e bërë, një pjesë e madhe e ankesave për mos marrjen e shërbimit vinë si rezultat i mos kryerjes së aplikimit në mënyrë korrekte ligjore. Dhe për ta kryer aplikimin në mënyrë korrekte ligjore duhet një njohuri juridike. Dhe këtë njohuri juridike pastaj njerëzit detyrohen shkojnë ta kërkojnë tek noter që ju marrin tarifa etj. etj. Nuk ka asnjë problem që bashkit të hapin një zyrë të ndihmës juridike enkas për shërbimin e kadastrës dhe të legalizimeve. Është diçka që do të lehtësoj maksimalisht qytetarët në kuptimin e drejtë të mënyrës se si bëhet një aplikim për legalizim ose për ato shërbimet kadastrës që kërkojnë aplikime pak më të komplikuara se sa aplikimi më i thjeshtë. Dhe këtë gjë do ta ndjeki ministri i pushtetit vendor. Ndërkohë, njësitë administrative përgjithsisht i kanë hapur zyrat ose më saktë e kanë hapur aksesin për t'u shërbyer qytetarëve për e-Albanian, edhe kjo është diçka pozitive, por edhe në këtë aspekt nga informacioni që kam marrë nga ministri i pushtetit vendor dhe nuk dua këtu të filloj të bëj shembuj se ky e ai, jo të gjithë bëjnë gjën e duhur. Dhe jo në të gjitha bashkitë kjo gjë është organizuar mirë për qytetarët. Dhe për këtë arsye qytetarët detyrohen pastaj që ndërkohë që shërbimin e e-Albanes e kanë falas, të shkojnë dhe të paguajnë dikë që të shkojë t'ju bëj t'ju ndihmoj që të